Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në margjinat të samitit të Komunitetit Politik Evropian zhvilloi takim me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe politikë të sigurisë dhe njëherës zëvendës presidente e Komisionit Evropian Kaja Kallas. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë takimit u diskutua situata politike në rajon si dhe çështjet e sigurisë në një kontekst gjithnjë më të ndërlikuar të sfidave ndërkombëtare. Kryeministri në detyrë Kurti theksoi rëndësinë e linjëzimit me Bashkimin Evropian në adresimin e këtyre sfidave dhe në avancimin e integrimit evropian të Republikës së Kosovës. Në këtë drejtim, kryeministri i detyrë Kurti rikonfirmoi përkushtimin e Kosovës për agjendën e reformave dhe kërkesën për marrjen e statusit të vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, duke nënvizuar progresin e vendit tonë dhe nevojën për trajtim të drejtë të bazuar në meritë, thuhet në njoftim. Po ashtu, bisedua edhe për zhvillimet e fundit politike në vend, përfshirë zbatimin e ligjit për të huajt dhe dakordsimin e datës 14 mars, i cili u vlerësua si një momentum i ri dhe pozitiv për rrugën përpara. Gjatë takimit u diskutua dhe procesi dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe çështja e shqiptarëve në Preshev, Medveç dhe Bujanot, ku Kurti ngriti shqetësimet lidhur me pasivizimin e adresave dhe pamundësimin e mbështetjes financiare për luginën nga qeveria e Republikës së Kosovës.